Gjuha ofenduese përdoret shpesh nga anëtarët e subjekteve politike. Ka kalu koha Ivanotit. Madje ajo bëhet edhe më e rëndë gjatë fushatës zgjedhore, siç tashmë është dëshmuar. Ndonse jo ofendime, por ende pa nisur zyrtarisht fushata, subjektet politike kanë nisur të hedhin akuza ndaj njëra tjetrës. Praktika e tillë po konsiderohet si jo e duhur nga njohësit e politikave vendore. Sipas profesorëve dhe njohësve të politikës, politikanët duhet ta kuptojnë peshën që mbajnë fjalët e tyre në publik. Në prag të fushatës zgjedhore është e rëndësishme që përfaqësuesit politik ta kujtojnë se fjalët e tyre kanë ndikim të madh te qytetarët. Fushata duhet të shërbejë si hapësirë për prezantimin e ideve, vizioneve dhe duke fokusuar në çështje të rëndësishme për jetën e përditshme të qytetarit. Kjo gjithashtu do të ndikonte që edhe masa qytetare të ndihen të përfshirë dhe të jenë të motivuar për të marrë pjesë në këtë proces demokratik. Fushata zgjedhore ka për qëllim të bindë qytetarin të shkojë drejt një programi politik, por sipas ish diplomatit Blerim Canajt, ajo po shfrytëzohet për gjuhë polarizuese. Ne jemi një shoqëri, ndoshta prej shoqërive të pakta në Evropë, të cilat votën e japin jo për të gjetur zgjidhje, por për të përmbushur ato inatët personale. Pra edhe më tutje ka 5 vite që po votohet për inat. Dhe pikërisht këtë dëshiron që ta prek sidomos zoti Kurti, për shkak se kam përshtypjen që edhe më tutje nuk ka ndonjë program që don ta shpalos tashti. Canaj e konsideron absurde edhe pjesën që lideri i vetëvendosjes vazhdon me akuza ndaj partive opozitare për zgjedhjet e reja. Është goxha absurde kur një parti e cila i ka fituar 51% të votave në vend që të japë ide se si të dalim nga këngërz dhe si të gjendet zgjidhja, faktikisht mundohet që të gjendet fajtori, për shkak se shumë e lehtë është që ta fajsosh, që ta sulmosh dikë për ta mbrojtur vetveten, dhe kjo po duket që është një farë strategjie. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar 28 majin si datë zyrtare për fillimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 7 qershor të 2026-s.